Siguria rrugore ngjelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim do të bëjnë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryejmë në rrugët kryesore dhe interurbane. Për gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 230 km/h gjatë këtij viti. Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë 1075 drejtues të automjeteve që është hequr leja e drejtimit pasi u kanë mbaruar pikët e lejës drejtimit. Njëkohësisht kemi edhe 1060 raste të proceduara për mospasjen e lejeve të drejtimit. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurbane. Nuk është në fokusin tonë që ne vetëm të evidentojmë shkeljet, në fokusin tonë është që ne të ndërgjegjsojmë qytetarët, të parandalojmë këto shkelje rrugore dhe mos të kemi aksidente fatale. Bëjmë apel dhe thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, mos përdorni telefonin celular, mos drejtoni automjetin në efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike, mos tejkaloni normat e shpejtësisë pasi shpejtësia vret. Një rregull i respektuar është një jetë e shpëtuar më shumë.